mbar. Këtu ku ndodhemi ne? Ndodhemi te pushimi i shoferit te kompania Jeli Export. Ti agronomi lartë dhe menaxheri i kompanisë është Plava. Agronom edhe menaxheri i kompanisë. Merrem me menaxhimin e branshëm, po ashtu edhe me menaxhimin e fermerëve, si në Persera, si me probleme. Kryesisht ku niset prodhimi? Në vendet e Evropës sot kishim 3 destinacione për Itali, Gjermani dhe Francë. Bravo, shumë mirë. Ju merrni prodhimin pothuajse të gjithë zonës, ë? Që nga zona Basonit deri në zonën e Cakrit, pothuajse Kjo cilësia këtu është çmimi është varësi të cilësisë? kjo është cilësia e parë, cilësia më e shtrenjtë. Po. Kjo fillon nga €1.15 deri ka 6.40 cent. Mundorët i keni të gjithë këtu të zonës? Dhe oferim. Likujdimet fermerëve janë pa problem, në rregull. Likujdimet e fermerëve janë jatore, pa asnjë lloj problemi. Se duke qenë agronom, ti agronomu, ju i dikni edhe me librin e fermerit, Me të gjitha. kohën e trajtimit, kohën e mbjelljes së gjitha. Po ashtu kena edhe recetën tonë që përfaqëson logon e kompanisë, gjithashtu edhe kartelin e fermerit që shënohet çdo lloj pesticidi që përdoret. Unë duroj sezon mbar, punë mbar dhe ushtofshin sa më shumë djemë të ri që po ndryshojnë dhe po e kalojnë vendin tonë drejt standardit evropian. Jetë mira.